por ndonë se ministria është vetë ajo që do duhej të promovonte punën e ndërmjetësuesve, e vënë në dyshim kur bëhet fjalë për çështje pronësore. Është krejt e kuptueshme që zyrat kadastrale kërkojnë dokumentacion të qartë për të siguruar se bartja e pronësisë është ligjore, e plotë dhe e verifikueshme. Kjo bëhet për të shmangur rrezikun në realizimin të marrëveshjeve për mosmarrëveshjet që nuk ekzistojnë, por paraqiten si të tilla. Pikërisht, transaksioni bankar është një nga kushtet juridike që kërkohen në procedurë jo kontestimore nga noteri. Në praktik, ekziston rreziku që pala që dështon të plotësojë këtë kusht për realizimin e punës juridike pranë noterit, të tentojë që të njëjtën ta realizojë në procedurë kontestimore me mosmarrëveshje fiktive pranë ndërmjetësuesit. Kryetarja e Odës së ndërmjetësuesve thotë se vetë ministria ka ndarë kompetencat e tyre me ato të notarëve. Në fakt, hartues të legjislacionit dhe mbikëqyrës të profesioneve të lira edhe të ndërmjetësuesve, ndërmjetësuesve, notaristë dhe të tjerat janë Ministria e Drejtësisë, mirë po kompetencat dallojnë nga notar tek ndërmjetësues, përka dhe i kanë hartuar ligjet përkatëse. Nuk ka marrëveshje fiktive, nuk ka marrëveshje të lidhuna për mosmarrëveshjet paraprake të palëve, ku gjithmonë janë të bazuar në vullnetin e palëve. Prandaj s'kam si me komentu ndryshe, sepse unë thashë edhe më herët, nuk po kërkojmë me amnistu kur ka shkelje ligjore që ndodhen në secilin profesion, ku ka devijim të praktikave, ato le të merren institucionet përkatëse. Nuk po kërkojmë as privilegj, as përjashtim sa i përket marrëveshjeve të ndërmjetësimit, mirë po kërkojmë me u trajtu dinjitetshëm, sepse kam vlefshmëri marrëveshjet e ndërmjetësimit dhe janë ligjore. Në anën tjetër, Zoga i thotë se ministria do duhej të promovonte punën e ndërmjetësuesve. Faktën s'poj me komentu përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë. Aja që më thonë është që Ministria e Drejtësisë ka për detyrë me promovu ndërmjetësimin. Edhe ne bashkë si aktor që kemi çështje me ndërmjetësuesit. Gjykata Supreme nuk ka bërë ligjin për ndërmjetësimin. Gjykata Supreme thjesht e ka interpretuar në situatë që lidhet me marrëveshjen e ndërmjetësimit për nevoja gjyqësore dhe po shpresoj që do të ketë impaktin e njëjtë edhe në institucionet e tjera. Pra është tepër rëndësishme që këtë rast Ministria e Drejtësisë si përgjegjëse për profesionet e lira dhe të bëjë gjithë aktivitetin e nevojshëm që këto shërbime të jenë cilësore, të sigurta dhe të besueshme. Ministria e Drejtësisë duhet të krijojë lehtësira për ta ushtruar profesionin e ndërmjetësimit për shkak se është vetë ajo e cila ka sponsoruar ligjin për ndërmjetësimin dhe është vetë ajo e cila duhet ta kontrollojë punën e ndërmjetësuesve. Në anën tjetër, Xhelili thotë se shkeljet që i bëjnë ndërmjetësuesit i trajton ministria përmes komisionit disiplinor, ndërsa nëse ka dyshime për vepër penale, prokuroria.